Nuk e ka ruajtur votuesin, për afërsisht ka dikun 37.000 deri në 40.000 deri tash vota humbje PDK-ja, ashtu siç kishte edhe vendosja edhe më shumë se kaq. Se cila ka më pak në vota, por ka fjalën për përqindje, më e Po, parafort. përqindja është tregues relativ. Tregues më i fuqishëm real është pikërisht numri i votave, sepse me vota krijohet vlera, krijohet pasqyra reale. Pasqyra reale, siç po thoni ju. Prandaj ka humbje, ashtu siç ka humbje më shumë vetëvendosja se kjo, por më njëherë pas saj ka humbje në numër votash, ndërkaq në përqindje aty këtu është aty. Sidoqoftë rujtja, edhe po t'ishte rujtja e votuesve nuk është fitore. Pra do duhej që reforma, ashtu si që duhej reflekton të vetëvendosja seriozisht, brenda saj dhe jo ta marrë çdo gjë sikur populli vetëm për ta jeton, edhe këta tjerë duhet ta marrin seriozisht leksionin që të bëjnë reforma, të reflektojnë, punë e tyre është se çka bëjnë brenda, po të përforcohen kuptimin e kohezionit politik brenda demokratik, brenda partisë, dhe edhe sigurisht kjo vlen edhe për parti tjera, dhe të ndryshojnë kursin e qëndrimit që t'i bëjnë institucionet. Me ato format e lëvizjeve, shmangjeve, taktikave, ping-pongut politik që e kanë pasur edhe këta. Ta japim, në jepni numrat, pas ju tregoj me emra e kështu me radhë, thjesht ose nuk është dialog, nuk pranojmë dialog, s'pranojmë dialog, kjo është mas pare pa pranueshme, se nuk e kanë atë autorizim nga qytetari votuesja u ka bartu sovrani. As ka partia, as këtyre tjere, po flas për deputet, po edhe për leadershipin partijak të tyre. E dyta, pse janë aty ata, deputet, pse janë këta udhëheqësit e tyre të këtyre partijë, pse janë partitë politike në sistemin politik, për të bërë institucione, për të përkrahur institucionet dhe për të mbrojtur interesin shoqëror, shtetëror, thjesht parësor të shtetit, të republikës, dhe jo për interesat e tyre partijake dhe ofiqet e tyre beneficionet politike, partijake, materiale, financiare, që mund të rjedhin nga të qenit në politik, qoftë si deputet, qoftë si leadership. Pra, e kanë për detyrë për gjitha partitë, vlen jo vetëm për PDK-n, që, po sidomos këta, si partia më e madhe opozitare, që të reflektojnë. Ashtu si që reflektuan në rastin e krizës e kaluar, kur ishte rasti zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, dhe e votuan një deputet për kryetar kuvendit, pra pas një kusht, pas një kërkesë, pas një pretendim, pas një marrëveshje, pas një kompromis. Edhe LDK-ja të njëjtën gjë me në kryetarin, do duhet ta bënin edhe tash. Madje unë mendoj që